Jam në studio me zotin Artur Nura, me cilin do të diskutoj për gjitha këto zhvillime. Ju përshëndet zotin Nura, faleminderit që jeni me ne, gëzuar Kurban Bajramin. Gëzuar Kurban Bajramin gjithë ata që na ndjekin dhe që e festojnë sigurisht. Ditë shumë të rëndësishme, orë shumë intensive për Shqipërinë, nëse nisim që nga mbrëmja e djeshme, me deklaratën për mediat që patëm nga zonja Marta Koz dhe kryeministri Edi Rama, u baj dhe konferenca e 8 ndërqeveritare, një nga më të rëndësishme, duke patur parasysh se përmban mbylljen e grup kapitujve. Si pat zhvillimet në Bruxelles si fillim? Në fakt nuk është se sollën ndonjë të papritur, ishin të parashikuara, ne kemi diskutuar edhe këtu në studio gjithë prognozat e mundshme për zhvillimet në raport me Bruxellesin dhe ato po konfirmohen në një farë mënyrë. Duket qartazi që për arsye gjeopolitike që dhe zoti Berisha i kujtoi më në fund në atë foltoren e tij përballë kryeministrisë me ato pak veta që i mblidhen, tha, është një vullnet gjeopolitik i cili nuk mund diskutohet. Më mirë vonë se sa kur e ka kuptuar. Pavarësisht se për ta lexuar të tërë qasje në opozitë duke se vazhdojnë të kenë probleme organizimi. Çfarë thot kryetari, nuk thot kryetari i grupit, i cili doli sot me një qasje tjetër në raport me zhvillimet. Çfarë mund të themi për rezultatet e atjeshme? Tregon vendosmërinë për të arritur qëllimin kryesor të shumicës së shqiptarëve, integrimin në Bashkimin Evropian. Këtë përgjegjësi politike ka marrë Partia Socialiste që ka shumicën e votave me këtë qeveri me në krye zotin Rama, i cili u kujdes që ta relaksonte pak edhe publikun, duke publikuar një video kur para se takohej me Marta Koz apo me zëvendës kryeministren e Kipros, foli për dashurinë. Është një dashuri metafor që kryeministri është si mjeshtër i komunikimit publik e kujtoi jo rastësisht. Është një dashuri e patjetërsueshme e shqiptarëve, të gjithë ata që janë opozitë apo janë në opozitë e duan Bashkimin Evropian. Vetëm një pakicë fare e vogël mund mos jetë. Sondazhet edhe këto të ABC-s që janë të rregullta çdo fund. Kam iden ato që votojnë kundër integrimit në Bashkimin Evropian e janë një përqindje, është një zgjedhje demokracia i ka. Demokracia i ka. Është edhe ka qenë gjithmonë. Po, është një zgjedhje e caktuar që duhet respektuar në demokraci. Po, është një vullnet i padiskutueshëm historik i shqiptarëve, që po realizohet me këtë ekzekutiv. Duam apo s'duam ne, jemi në opozitë apo jemi në pushtet, kjo duhet kuptuar më së miri. Ka një element të cilin patjetër nuk mund ta injorojmë në analizën tonë, që përveç qasjes së, po themi, Komisioni Evropian, është instrumenti qeverisës i Bashkimit Evropian, i cili përbohet nga 27 vende. Pasi kalon në Bashkimin Evropian, në Komisionin Evropian, të gjitha vullnetet kalojnë ke vendet përkatëse. Dhe ka patur, nuk diskutohet mbështetja që jep Italia për Shqipërinë, së fundi nuk diskutohet edhe në sajt punës së kësaj qeverie, mbështetja që Greqia po jep për këtë integrimin, por qasja e Hollandës dhe e Gjermanisë janë dy qasje të cilat duhen lexuar me vëmendje dhe nuk janë të rastësishme. Kur themi për pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Kjo është qasja pakashim. Ne duhet i referohemi filozofisë thelbësore të demokracisë, që është check and balance. Siç kontrollon sistemi i drejtësisë pushtetet e tjera, duhet që edhe ky sistem të ketë një check and balance. Duhet që edhe ky mos jetë i pakontrollueshëm, se sigurisht shkon në qorsokak. Prandaj është ndërtuar demokracia me check and balance. Edhe në këtë rast, kjo është dhe përgjegjësi e ekzekutivit, e opozitës, po edhe vetë sistemit të drejtësisë, i cili duhet të i ketë një lloj vetë reflektimi profesional për të funksionuar në sistemin demokratik të Bashkimit Evropian. Pra, mos i tekalojmë, ka pasur disa iniciativa që erdhën si detyrim ndaj një qasje pse jo agresive dhe ndoshta të pamenduar mirë të sistemit drejtësisë, që ne kemi kosto të jashtëzakonshme me paraburgimin në Shqipëri. Pse duhet kjo kosto? Në këtë vëmendje duhet parë edhe kjo qasje, padyshim edhe për politikën është drejt për drejt, por është edhe për sistemin e drejtësisë, i cili nuk ka kontrolle. Kjo vjen edhe për shkak të përgjegjësisë munguar të shumicës qeverisë të parlamentit, por sigurisht dhe të vetë atyre, se janë një instrument i cili padyshim ka kompetenca juridike, cilat duhet i njohim më mirë se klasa politike apo se qytetarët që na ndjekin. Kështu që këto janë tre elementet që unë besoj që kanë vlerë për t'i analizuar. Pjesa tjetër është, padyshim nuk ka mbaruar, është fillimi i fundit dhe dihet që në gjitha procedurat fundi është më i vështirë. Fillimi, ne nuk themi kot që fillimi mbar gjysma punës, po tash është gjysma tjetër e punës. Është fillimi i fundit. Po, me çfarë detyra shtëpie vjen në Tiranën zyrtare delegacioni? Po, atëherë padyshim është
funksionaliteti i administratës publike, e cila duhet respektojë gjitha standardet, është ndarja e pushteteve dhe padyshim është sistemi i drejtësisë. Këto janë 3 elementet, por padyshim që duhet patjetër edhe ekonomia, sepse në momentin që ti hyn në Bashkimin Evropian, ti do të thotë që do konkurosh qofse një kompani e cila pronari i saj mund të jetë duke na ndjekur, prodhon X produkte, dhe deri tash i ka shitur vetëm në Ballkan, tash do duhet që të trajtojë shitjen, do të ngrej standardin minimalisht, por kjo sigurisht do t'i japi dhe mundësi të tjera, sepse po i shite në Europë edhe çmimi do justifikohet me cilësinë, sepse ti tash do kalosh në një sistem tjetër ekonomik dhe padyshim kjo do të si janë një sër projekte që vijnë. Unë doqa para se të vija në studio, doqa reformën elektorale. Të dy palët, ky është integrimi i palëve. Të dy palët, opozit dhe shumit, janë duke konsultuar reformën territoriale ishin në Kukës. Dhe ministri i linjës foli për projekte të cilat duhet t'i marrin autoritetet lokale, jo qeveria qendrore. Pra, kur themi ekonomia duhet jetë përgjeshme, mendo dhe autoritetet lokale sa përgjeshme duhet jenë. Nuk duhet presin para nga qeveria, po duhet të kenë idera, studime, ti propozojmë drejt për drejt në Komisionin Evropian, me mbështetjen e qeverisë, dhe qytetari në Kukës, në Sarand, në Tropoj, në Durrës, në Tiranë, të sjell të mirat e tij në shërbimin që do të marrin nga këto. Një sër gjërash të cilat vinë në mënyrë organike dhe janë të mirë kuptueshme. Kështu që është detyrë që i vjen ekzekutivit për të plotësuar anën teorike të gjërave dhe gjithë varësive të ekzekutivit për t'i aplikuar të gjitha këto ligje që do të vinë. Edhe në Marta Kos, edhe ajo tha jo rastësisht se diplomatët janë Komisioni Evropian, sa ajo është nivel diplomati në një farë mënyrë, ajo tha që kjo do të thotë që ne jemi në një stat shumë të arir, po nuk ka mbaruar puna. Dhe ndaj duhet gjithë secila nga palët të marrë përgjegjësinë e tij. Sigurisht edhe ndaj u pyeta edhe për detyrat e shtëpisë, po dua të qëndrojmë edhe për pak çaste tek ajo që ndodhi dje në Bruksel. I gjitha frimiteti, deklaratat që pati për ju ishin të pritshme? Po, të pritshme e di, po janë të pritshme dhe kemi Edi Ramën. Kemi Edi Ramën, i cili është një nga mjeshtrat e komunikimit. Unë e them vazhdimisht këtu, nuk e për t'ia bërë qefin, se atit nuk i shkon vesh kjo gjë, po ta mësojnë ata që janë kundërshtar. Se ju mund kujtoni rastin e fundit të zotit Berisha në një instrument europian, kur ju hoq mikrofoni, ju fik mikrofoni, dhe shikoni Ramën që puthet dhe përqafohet me autoritetet më të larta. Edhe kjo është mjeshtri. Në qoftë se nuk e kuptojnë ata që i kanë kundërshtar, nuk do ta mundin kurrë. Komunikimi është bazë e të gjitha arritjeve, po themi të këtij në nivelin formal. Pastaj edhe komunikimi edhe me varësit është e rëndësishme, edhe me varësit duhet mbash një raport që ti kërkosh detyrat. Kështu që Rama është mjeshtri i komunikimit. Ta mësojnë ata që e kanë kundërshtar, nuk di çfarë të them më tjetër. Çfarë ndodh tani me të gjithë rrugën e Shqipërisë në drejtim të Bashkimit Evropian? Tash kthimi në shtëpi, përveshja e mëngëve, detaj mbi detaj, detyrë mbi detyrë, duhen plotësuar të gjitha, sepse në 2027 mbyllet, po themi, procedura teknike. Pastaj në 2030 ne duhet i kemi arritur të gjitha këto gjëra që thamë. Sigurisht me politika fiskale të përshtatura me ato të Bashkimit Evropian, me çmime të cilat duhet të kenë një nivel të caktuar të përafërt me Bashkimin Evropian, me të ardhurat që duhet marrin duke filluar nga administrata publike, paktën thuhet është mesatarja 900 euro, që në raport me ku ishim është e konsiderueshme. Kështu që të gjitha këto detyra duhen realizuar duke filluar nga ajo zyra atje ku zakonisht i kthejnë shpinën kur protestojnë, po aty fillon, pastaj është parlamenti i rëndësishëm, kam propozuar 3 nisma opozita, unë besoj që shumica do t'i konsideroj se kur kritikojnë mungesën e opozitës, duhet ta shohin dhe ke vetja të keqen. Sepse kur ndërtohet dialogu në po themi në institucionin më të lartë demokracisë, në parlament, në mënyrë të dhunshme, si mund të jemi të interesuar ne të bëjmë një demonstrim të tillë në Bruksel. Kështu që patjetër duhet një performancë dialoguese edhe nga opozita, duhet një tolerancë dialoguese nga shumica që e ka edhe gurin dhe arën në dorë, dhe do t'ishte mirë që t'i kishim pse jo, të gjitha palët, po t'ishin europian. Dhe jo të shanin edhe
të narkotrafiku. Si mund të marrësh një njëri që thot narkoshteti, pas një argument, pas një denoncim në instrumentat e drejtësisë, dhe ta çosh në Bruksel, ta kesh në krah kryeministrit, i cilin po e presin autoritetet më të larta duke e përgëzuar. Këto janë gjëra që duhet mësojnë nga komunikimi. Pra nga leximet e tanishëm për ju procesi, qoftë deadline-i 2027-s, por edhe ai 30-s është krejtësisht i arritshëm? Krejtësisht i arritshëm. Të thash, e para për detyrat e shtëpisë, e dyta për vullnetet gjeopolitike që e tha dhe Berisha ke foltorja, të cilat janë shumë të rëndësishme. Tashi, kur i thonë, le të mbajnë shënim. Sepse ne kemi kujtuar në këtë studio faktin kur hymë në NATO. Kemi hyrë në NATO me ekzekutivin Berisha dhe 1 muaj apo 2 muaj pas plasjes së Gërdecit. Kështu që Berisha i di mirë këto gjëra, Gazmend Bardhi duhet i mësoj çik se doli me një qasje shumë radikale se e Berishës, kështu që duhet që patjetër të mbajnë shënimet e duhura dhe do t'i gëzojmë të gjithë, edhe ai qytetari që voton, pavarësisht se shkon drejt pakicës Partinë Demokratike, edhe ai që voton Partinë Socialiste apo ballist social-demokratë të tjerë. Të gjithë qytetarët përfitojnë. Faleminderit. Faleminderit zotin Ura që ishit me ne. Faleminderit për analizën që nda drejt për drejt.